Deputeti Erald Kapri ka folur për figurën e intelektualit të shquar Lazar Fundo, teksa diskutohej në parlament raporti i veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri. Në fjalën e tij në kuvend, Kapri është shprehur se Lazar Fundo ka qenë një nga ideatorët e Bashkimit Evropian. Deputeti ka deklaruar se Lazar Fundo u vra me urdhër të ish diktatorit Enver Hoxha dhe sipas ligjit recensues, asnjë studiues dhe vetë instituti nuk mund të studiojë këtë krim të komunizmit. Legjislatura e kaluar ka bërë një ndryshim ligjor tek ligji për Institutin e Krimeve dhe Pasojat të Komunizmit, duke censuruar atë, duke detyruar që periudhën e studimit ta bëj nga 29 nëntorit deri në protestat e dhjetorit të 90-s. Pra, me pak fjalë, një institut publik ku vendi i cakton data për pasoja që të mos merren me periudhën e luftës. Tani unë dua ta ngrija edhe si një shqetësim, edhe po merja një rast konkret. Dhe rasti konkret është për një nga themeluesit e së majtës moderne shqiptare, që është Zai Fundo. Zai Fundo, zonja drejtuese e seancës, është vrarë drejt për drejt me urdhër të Enver Hoxhës në fundin e shtatorit të 44-s. Dhe sipas ligjit recensues të këtij parlamenti, asnjë studiues dhe vetë instituti nuk mund të studiojë këtë krim të komunizmit. Kapri ka propozuar si rekomandim për sesionet e tjera të rikthehet ligji siç ka qenë më përpara që një krim i tillë të studiohet pasi figura të tilla si Lazar Fundo nuk mund të lihen në harres. Tani do doja të kisha pse jo edhe mendimin e kryetarit të parlamentit, edhe për figurën e Zahos, edhe për një çështje sepse babai i kryetarit të parlamentit ka qenë bashkë në burg me Zai Fundon në vendonterën në Itali, por që shteti shqiptar e ndalon ta studiojë këtë figurë i cili është një figurë pan-europiane dhe madje siç e thon shumë intelektual të kohës vet perëndimor, është dhe një nga ideatorët e Bashkimit Evropian. Pra, për një figurë të nderuar, themelues së majtës moderne, shteti shqiptar nuk mund të bëjë asnjë studim, sepse që ka vrarë gjatë periudhës së luftës dhe me urdhër të Enver Hoxhës. Ndaj, shpresoj që ta propozojmë edhe si rekomandim në sesionet e tjera ose në komisione të rikthehet ku ka qenë ligji më përpara, që nuk ka fate në studime zonja kryetare dhe ne nuk mundet dot që një figurë siç e përmenda ta lëmë në të tillë harres sepse kështu e mendojnë disa. Ai është shprehur se Lazar Fundo ka qenë një figurë e nderuar pan-europiane, themelues i së majtës moderne.